Shqiptarët po e nisin pritshmërinë për një vit më të mirë për të ardhmen e vendit dhe tyren personale. E presim shumë më të mirë këtë vit të vi. Të gjithë shqiptarët nga do që t'jenë, gëzuar e mbarë. Patjetër, më të mirë. Presoj fat mbarësi e lumturi për të gjithë. Lut Zotin të jetë mirë. Viti i ri është për të gjithë edhe për neve, inshallah, mbarë. Politika që ndikon jetën të gjithëve mbylli në konflikt dhe me paralemërime të opozitës për përshkallëzime të protestave. Qytetarët kërkojnë më shumë dialog dhe bashkëpunim për të mirën e përbashkët. Vetë në politika të ndryshojë qik, do t'jemi shumë kënaqur. Pas festimeve të vitit të ri, Tirana dhe qytetet e tjera po i rikthehen gradualisht vrullit të zakonshëm. Panorama e bizneseve shfaqet e ndarë. Disa prej tyre kanë zgjedhur që të mbyllin qepenën, ndërsa disa prej tyre kanë zgjedhur që të rikthehen normalitetit. Qarkullimi i automjeteve ishte më i reduktuar, ndërsa qytetarët shijuan rrezet e diellit dhe kafet e para duke reflektuar ritmin e ngadalshëm të ditëve të para të vitit. Kryeqyteti rifillon të lëvizë me qytetarë që rikthehen te rutina dhe planet e reja për vitin që sapo ka nisur.